Nuk mund është që të kemë atushi me lule, do të bondat. Me lule s'ka thonë matosh të aziz të me lule ka thonë. Jo me lule, jo, absolutisht. Po. Ja. Ata du të minjek me Jo, veç me, shiko, ati qa këmë dhonu në këna. Pyta është jo, se nuk, jo, spekulume, s'muj me shku ma tukje. S'muj me shku, ku s'ku thonë me lule. Ku thonë prapa se cilit operacion policion veri du të ndërtuat një hap i meshëm politik. Që to ka thonë Batushi vazhdimisht. Edhe sot ti je bind që ajo çështje politike dhe veç me politikë mund... Së është ajo politike. Ajo është ekonomike, sundimit ligjit, du gjithmonë... Qysh ekonomike, pse ekonomike? Së du të me investu në ekonomi. Ekonomia është një element që i bashkon njerëzit. Po ti shetu investuat Kameniza, Angilale, Lemon, në përsa veç me polekto po lova. Qysh po thu? Po ti shetu investu në ekonomi kërkon. Po nësë... Po 4 vjetë ti s'ka investu asë një sen në ekonomi. Jo, sështë që s'kan investu, po jo mjaftushëm. Se jënë qelë do biznesës, dhja pëtën që jënë qelë do biznesës, o matushëm. Ave krenar. Qysh ape krenar? Ti po mundu është krenar. Tu mundu me justifiku qdo gjotë vetë vendosjes, nuk po posh kinë se s'pun kupton. Jo, unë edhe pi kritikaj. Pi thëmë, ka përdor shkopin, po paralelisht tu dosh me përdor edhe politikën e but. Cëlla politika e but, investive masive me bo në socioekonomi. Nëse si bën paralelisht... Qelsi i problemin veri është kushtetus. E ki obligimin dhe komtar që ke marrë, o krenar. Që ajo qelsi i veriut, politik është. Bravo që e policisë, janë profesional, janë i kanë kuj punë të veta. Kënë regull, e kanë një sukses në veri, sepse kanë dërtu do kapacitete atje, sepse shteti fatkeshtisht që ashtu funksionon me aparat dhune. Ajo është legjitime, dhuna legjitime që thuhet, dhunë kushtetuse, ligjore. Proporcionale. Problemi është që Prishtina duhet me ofru politik. Zgjidhje politike. Albin Kurti asë një idej. Lebe ekonominë se lëm jemi edhe në Prishtinë. Po, anë ide që po lidhe, po ti dush me ufru. Bis gjitha zgjidhje, Albini edhe vetë vendosja nuk kanë ide politike qka kanë jetë me bo me veriun. Po, ishme, po e kanë se kanë, qila është ideja tyne. Ata në që po pajtojnë me ty, Pse se që ndoftin gjukot kushtetuese. Ata po pajtojnë me mu, ata po thujnë do të dhe stupës edhe me lule. Po me lullën se kam përdor, e kam përdor vë stupës. Mirë, shkojmë tutje, s'panoj me full. Po ti po thu politike. Po s'o me lullë politikat. Jo dhe, ka bre me kite. Ti du të me stupës edhe me, du të me leq edhe me ekonomi. Çështja e veriut. Çështja e veriut për mu është puro politike, edhe veç zgjidhet veç me politikë, me ku gjë tjetër. Qysh e kena zgjidhë që 23 vjetë? Nuk varet çështja e veriut krejt prej neve. Qysh dojmë na me Udoka ja far pjesë, qysh dojmë na me integru Sërbët e Kosovës, për shkak se i kemi disa dokumenta në bazë cilave është ndërtu edhe shtetësia e Kosovës, edhe ky rend kushtetues që i kemi, që plani atisarit, janë disa obligime që janë marrë aty edhe halas ju ka bë tiku aty në obligimeve. Po këto janë politike. Komplet politike. Politike. Komplet politike. Prandaj unë mendoj që me çështjen e veriut më shumë luhet me sentiment, domethënë elektoral, partitë politike, sidomos vendosja ka luajtur shumë në këtë pikë, për shkak se në fund prapë kanë mulë dhe më marrë vesh edhe për atë pjesë, edhe për statusin e Sërbëve të Kosovës brenda Republikës të Kosovës. Kështu që nuk varet prej neve, prandaj edhe unë kanë herë për mendimin tam nuk do të mundzej fort në këto debate derisa zgjidhet ky problem. Për mendimin tam problemi kryesor që e ka Kosova, e si do të me zgjidh një herë për gjithmonë, është problemi me Serbinë. Na do të me mshel problemin me Serbinë. Përndryshe kemi na si plagë që është gjithmonë. Edhe gjithmonë kemi me pas të lashe me këtë problem, sa erdën Serbia mundet me ta, dhe me thonë... Falë, mentor, të lutëm, Serbia edhe me të njoftë mundet me të bo problem. Me të njoftë, a i kur të njeftë të tjetër sen, kur të njeftë të diska tjetër. Se falje me të përku, për shumë me thonë, për gërkoj falje si të kom ra fëmije, groje, e të nje, nesër pra problemi është se na me njohjen prej Serbisë edhe kur nje Serbia, të nje Rusia, të njohin masanej Rusia s'di ma atë nje.